Ne kemi pranuar agjendën legjislative nga qeveria, nuk kemi arritur që ta trajtojmë atë për shkak të vendimit për masën e përkohshme, pra që duhet presim deri më 31 mars sa të kemi një, si me thënë, pasqyrë të qartë se si duhet të ecim tutje, por e kemi agjendën legjislative që përmban diku 174 projekt ligje. Qeveria ambicioze dhe ligjet janë shumë të rëndësishme, por ajo që ka është rëndësishme është që kur ato procedohen në Kuvendin e Republikës së Kosovës të vinë në shprehje pastaj roli komisioneve parlamentare, sepse më besoni edhe për shkak të përvojës praktike, puna më e madhe bëhet në komisionet parlamentare. Diskutimet në seancë janë diçka tjetër, por ajo që nuk shihet pra, ajo që është shumë përmbajtësore është puna në komisionet parlamentare, prandaj edhe si kryetare e Kuvendit do të angazhohem maksimalisht që këto trajtime të projekt ligjeve të bëhen në mënyrën sa më të mirë të mundshme,